dëgjues të nderuar të Nxom, po rikthehemi përsëri këtu në kanalin zyrtar në YouTube, ku kam nderin dhe kënaqësinë me qenë në një qytet ku njihet për traditën edhe zanafillën e një politike të mirëfill. Sigurisht që kur përmendet Prizreni, na bie ndërmend Shadërvani me ujin e tij, po na bie ndërmend edhe një kryetar që ka bërë shumë për këtë komunë e jo rastisht gjendemi në zyrën e tij sonte. Bëhet fjalë për zotrin Shaqir Totaj. Faleminderit, është kënaqësi që na ke prit në ambientin tënd të punës. Po mirë se erdhët në Prizren, mirë se erdhët në qytetin e lidhjes Prizrenit, që kjo është identifikimi më i mirë që ne e preferojmë me përmend, po natyrisht përveç kësaj ka edhe shumë elemente tjera, disa nga të cilat juve që cek. Do i diskutojmë, besoj që do kemi kohën e mjaftueshme, po njëherë më trego ku jemi me energjinë e punës, që është po nis një ditë e juja me angazhimet shumëta. Energjia në politikë është një burim i pashtershëm, apo të paktën duhet jetë. Edhe ata persona që nuk kanë energji, apo nuk kanë burime alternative të energjisë, është mirë mos me anis politikës hiç, sepse rrugtimi është tepër i gjatë, objektivat janë shumë të mëdha edhe pa një burim konstant të energjisë, kisha me thonë burim të brendshëm, motivacion të brendshëm, është shumë e vështirë me vazhdu për me tentu me arrit objektivat të cilat janë mjaft serioze. A mendoni, zotri kryetar, që keni arrit objektivin që e keni synua, apo thjesht si çdo shqiptar e mira s'ka fund? Po shiko, suksesi nuk është një destinacion, suksesi është një proces, një rrugtim. Edhe në qoftë se themi se unë jam bërë kryetari i Prizrenit edhe kom arrit objektivin tim, ajo mund thuhet se është të saktë, mirë po ajo është veç një hymje në profesion, edhe është veç një hymje me një proces të gjatë, i cili proces nuk ka të ndalur, nuk ka skaj. Kur e kemi fituar zgjedhjet e para në 2021 ka qenë një arritur, mirë po pastaj performanca gjatë 4 viteve të kaluara po ashtu ka qenë një pjesë e atij procesi që e ka rikonfirmuar se suksesi është një rrugtim i gjatë, pastaj ka ardhur fitoria e dytë para pak kohë. Po dhe kjo nuk është përfundim sepse tash kemi punë në mandatin e dytë, kështu që suksesi është një proces, është një rrugtim e nuk është vetëm një destinacion. Gjithmonë objektivat rriten, zmadhohen, edhe sa më shumë të ki sukses, aq më shumë shtohen apetitet, aq më shumë motivohesh, edhe aq më shumë shtohet edhe potenciali edhe kapaciteti për me arrit edhe suksese të tjera. Si e gjete Prizrenin edhe si e le pak para zgjedhjeve të fundit? Para 2021 dhe 2025. Po, si e kom gjetë, është një pyetje me vend, si e kom lënë, mendoj që nuk është pyetje e qëlluar sepse nuk e kom lënë asnjëherë. Me qenë se akoma jam në pushtet. Ke pas besimin e plot që do jesh përsëri? Po, kam pas besimin e plot. Si e kam gjetë Prizrenin e kam gjetë me një gjendje jo të mirë. Tash nuk më du me fajsu askend, sepse qëllimi nuk është me lyp fajtore, po qëllimi është me konstatu një gjendje e cila ka qenë faktike në atë moment, edhe nga jo pikë fillestare, ne kemi nisë pastaj mandatin tonë me një vit në u ka dashur me kuptu mënyrën se çysh funksionon komuna, se është një sistem mjaft i komplikuar, e pastaj tek në vitin e dytë edhe në vitin e tretë të qeverisës e kemi pas një performancë e cila është dalluar me rezultate, me projekte të realizuara, kurse viti i fundit ka qenë, sidomos pjesa e dytë nuk ka pas shumë bëj me performancën, ma shumë ka pas të bëj me përgatitjen për zgjedhje, edhe për një proces të përgatitor, edhe për një proces të përgatitjes, kisha me thonë, për fushatën elektorale, po ajo që kemi gjetë nuk ka qenë shumë e mirë. A janë realizu të gjitha ato premtime që i keni dhënë në fushat? Ose ndoshta jo për të folë kesh për dikën ose të mbajmë anë, sepse gazetaria njihet si një ndër profesionet që mundohemi me transmetu atë që është tek publiku. Por, 3 gjëra kryesore që ju keni dhënë fokus dhe ato i keni pas në fushat. Ka pas një mungesë të një energjie të leadershipit për me i shty punë përpara, sepse mënyra se çysh ka funksionu kryetari më parshëm nuk ka pas shumë të bëjë me një leadership individual, por ka pas të bëjë më tepër me një varfshmëri nga lideri suprem i partisë, kurse partia vetëvendosje e dim çysh funksionon, është një centralizëm, një diktaturë e brendshme. Mirë po, mandati ynë ka fillu me një energji, ka fillu me një vizion, ka fillu me një gatishmëri dhe me një vullnet, edhe natyrisht shumë projekte janë realizu, projekti i madh që kemi realizu i pari ka qenë hapja e rrugës tranziti i ri, deblokimi faktikisht i asaj rrugë,
largimi një shtëpie që ka qenë aty piku 15 vite, pastaj kemi pas projekte tjera, rindërtimi apo rikonstruktimi i sheshit Çadërvanit, rregullimi i trotuareve, shtimi i gjelbrimit, rregullimi i rrugëve për qasje në autostradë më shpejt edhe më shkurt, pastaj renovimi i qendrës sportive, renovimi i shtëpisë së kulturës, e shumë projekte tjera. Qa ju ka mbet pa realizu që tani mos e keni marrë në zgjedhjet e fundit përsëri mandatin, gjë që ju përgëzoj, cila ka qenë ditën e partë punës, pasi u rizgjome? Shka ka mbet pa u realizu, në bazë të analizës e institutit GAP, ku 70% janë realizu, mirë po për atyne që nuk janë realizu e që janë ma të rëndësishme, janë adresimi i çështjes parkingjeve në qytet, sepse kemi një rritje të numrit të turistëve të kohëve të fundit dhe kjo normalisht që e rithekson çështjen e mungesës parkingjeve. Kjo është një çështje që veç kemi filluar me u marrë me ta. Tjetër pikë që kemi mbet pa realizuar që unë besoj shumë që do ta realizojmë është teleferiku për Kala. Edhe po ashtu një projekt serioz ku kemi pas përmirësime, por nuk ka përfunduar është projekti për përmirësim të furnizimit me ujë të pijes. Edhe këto 3 projekte janë faktikisht ato pika të rëndësishme të programit që ne kemi premtuar për mandatin e parë, mi po s'kemi mujt me realizu për një arsye të thjeshtë s'kemi pas buxhet më tepër. Edhe qeveria qendrore diku përmes përmbaruesit na i ka marrë 25 milion euro për një mandat, e 25 milion euro për një komunë si Prizren nuk janë pak, sikur ti kishim pas ato mjete, kishim realizu më tepër, po gjithsesi në këtë mandat ato projekte do t'i realizoj, po përveç asaj... A është ndaj buxhet? Buxhetin për vitin 2026 nuk e kemi miratu akoma, sepse po presim të konstituohet asambleja e re. Kushtetuta kërkon që të shpërndahet kuvendi dhe vendi të shkojë në